Ministria e Punëve të Brendshme njofton se zyra e jashtme për çështje kriminalistike në Gostivar ka ngritur kallëzim penal ndaj dy shtetësve të Turqisë, TD 55 vjeçar dhe ZD 54 vjeçar, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale zhvatje. Sipas MPB-s, dy të dyshuarit në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2026 dyshohet se përmes kërcënimeve kanë detyruar një 66 vjeçar nga Gostivari dhe djalin e tij 41 vjeçar të dorëzojnë gjithsej 43 kg e 800 gram art të përpunuar. Për dy të pandehurit ekziston dyshimi se ja kanë llogaritur arin si lëndë të parë të shkrirë dhe jo si produkt të përpunuar, duke i shkaktuar familjes dëm financiar për shkak të diferencës së konsiderueshme në vlerën e tregut. Hetimet përfshin edhe një rast tjetër të dyshuar të shantazhit. Sipas MPB-s, gjatë shkurtit të vitit 2025, përmes mesazheve kërcënuese drejtuar djalit dhe familjes së tij, të dyshuarit e kanë detyruar 66 vjeçarin të nënshkruajë një parakontratë për shitblerjen e një prone të paluajtshme. MPB-ja thot se përmbajtja e parakontratës nuk i është e lezuar 66 vjeçarit të gjatë nënshkrimit të noterit në Gostivar. Rasti është duke proceduar nga organet kompetente, ndërsa dy personat mbeten të dyshuar deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.